Fillimi i luftës mes Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit rrezikon të çojë në kolaps tërë rajonin e lindjes së mesme. Presidenti Donald Trump tha se do të jepte fund një kërcënimi sigurie për Shtetet e Bashkuara dhe do t'u ofronte iranianëve një shans për të rrëzuar sundimtarët e tyre. Por analistët besojnë se Trump nuk ka mundur të llogarisë terrenin e vështirë Iranin dhe raketat balistike që ai zotron. Një raketë balistike është një armë me raketa që drejtohet gjatë ngritjes së saj, por ndjek një trajektore rënjeje të lirë për pjesën më të madhe të fluturimit të saj. Ajo transporton koka luftarake, që përmbajnë ose eksploziv konvencional, ose municione potencialisht biologjike, kimike apo bërthamore, në distanca të ndryshme. Fuqitë perëndimore e konsiderojnë arsenalin e raketave balistike të Iranit si një kërcënim ushtorak konvencional për stabilitetin e lindjes së mesme dhe një mekanizëm të mundshëm shpërndarjeje për armë bërthamore, nëse Teherani i zhvillon ato. Irani mohon çdo qëllim për të ndërtuar bomba atomike. Irani ka rezervat më të mëdha të raketave balistike në lindjen e mesme, sipas zyrës amerikane të drejtorit të inteligjencës kombëtare. Ato kanë një rrezë veprimi të vetë imponuar prej 2000 kilometrash, të cilën zyrtarët iranian kanë thënë se është e mjaftueshme për të mbrojtur vendin, pasi ato mund të arrijnë Izraelin. Shumë nga vendet e raketave të Iranit janë në dhe përreth Teheranit. Ka të paktën 5 qytete raketash të njohura nëntoksore në provinca të ndryshme, përfshirë Kermanshah dhe Semnan, si dhe pranë rajonit të Gjirit. Arsenali përfshin raketa të shumta me rreze të gjatë veprimi që mund të arrijnë Izraelin sipas qendrës për studime strategjike dhe ndërkombëtare. Ajo thot se këto përfshin Seijilin me një rrezë veprimi prej 2000 kilometrash, Emadin 1700 kilometrash, Gadrin 2000 kilometrash, Shahab 3-shin 1300 kilometrash, Koramsharin 2000 kilometrash dhe Hoveizen 1350 kilometrash. Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve ISNAS publikoi një grafik në prill 2025 që tregonte 9 raketa iraniane që sipas saj mund të arrinin Izraelin, përfshirë Seijilin, për të cilën ISNAS tha se ishte e aftë të fluturonte me më shumë se 17.000 km/h dhe kishte një rrezë veprimi prej 2500 kilometrash. Keibarin me një rrezë veprimi prej 2000 kilometrash dhe Hai Kasemin 1400 kilometrash. Gjatë luftës 12 ditore me Izraelin në qershor 2025, Teherani qëlloi raketa balistike në Izrael, duke vrarë 10 njerëz dhe duke shkatruar ndërtesa. Instituti për Studimin e Luftës, ISV, dhe projekti i kërcënimit kritik AEI, thanë se Izraeli ka të ngjarë të ketë shkatruar rreth 1/3 e lëshuesve të raketave iraniane gjatë konfliktit. Zyrtarët iranian kanë thënë se Teherani është rikuperuar nga dëmet e shkaktuara gjatë luftës. Irani është gjithashtu një hendër e madhe për përhapjen e armëve, duke furnizuar grupe partnere si Hezbollahu apo edhe regjimin e dikurshëm të Bashar al-Assadit në Siri me një furnizim të qëndrueshëm të raketave, si dhe me kapacitet prodhimi vendas. Që nga 2015, Irani ka siguruar rebelëve Huthi të Yemenit raketa balistike dhe lundruese, gjithnjë e më të përparuara, si dhe mjete ajrore pa pilot të rrezës të gjatë. Kohët më fundit, Irani ka pajisur grupet e milicjeve shiite në Irak, me raketa dhe predeta të tjera të vogla për përdorim kundër objektivave militare dhe diplomatike irakiane dhe amerikane.